Policia e shtetit ka ndërmarrë një tjetër goditje gjatë kultivimit dhe shpërndarjes së drogës duke finalizuar 2 operacione në Imar dhe në Vlorë. Në jug të vendit, shërbimet e policisë të mbështetura nga teknologjia e dronëve kanë kontrolluar territorin në zonat malore mes fshatrave Shën Vasil në Lukov, ku zbuluan 3 parcela me 302 bimë të dyshuara narkotike të llojit kanabis. Në të njëjtën zonë u gjetën dhe 121 kg hashash në procestarje. Të gjitha bimët u asgjësuan në vend, ndërsa lënda narkotike u sekuestrua si provë materiale. Policia ka identifikuar si autorët e dyshuar 2 shtetas me iniciale RB 41 vjeç, me banim në Lukov dhe Ana 30 vjeç nga Delvina. Të dy janë shpadhur në kërkim, ndërsa hetimet vazhdojnë për të zbuluar nëse pas kultivimit qëndrojnë edhe persona të tjerë. Ndërkohë në Vorë, forcat e rendit arrestuan në flagrancë një 22 vjeçar nga Shkodra, i cili u kap në një pikë postare duke tërhequr një pako me 7 kg hashash me përqindje të lartë të EC-je. Sipas hetimeve paraprake, lënda narkotike kishte mbërritur nga Kanadaja, duke e treguar përpjekjet e grupeve kriminale për të futur në vend sasi të konsiderueshme drogën në rrugë postare. Policia e shtetit bën me dije se operacionet e ditëve të fundit tregojnë vendosmëri për të luftuar kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike, ndërsa thekson se hetimet do të zgjerohen për të identifikuar rrjetet që qëndrojnë pas këtyre aktiviteteve të palishme.